Do të flasim pak më vonë për këto, le të themi, sukseset të diplomacisë, por do doja të ndaleshim pak, ju jeni aktualisht ndodheni në New York, dhe sigurisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës Trump erdhi në pushtet në 5 nëntor edhe duke premtuar që do të ishte një president i paqes. Ndodhet në një situatë sigurisht jashtëzakonisht të vështirë dhe të komplikuar ndërkombëtare, i duhet të marrë një vendim. Dhe nëse do të marrë vendimin për të bashkuar me Izraelin, kemi prap, le të themi, një përfshirje të Shtetet Bashkuara në luftë edhe një dalje të Trumpit nga premtimi i bërë. Tani, si ndihet, si diskutohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës ky moment, pra moment tepër delikat, çfarë thuhet në media, çfarë thon lajmet apo edhe njerëzit vetë? Nëse për aq sa mund të perceptoni, domethënë nga të qenurit aty, nga çfarë keni dëgjuar apo bisedat me njerëz? Pyetja ju është shumë e drejtë dhe natyrisht që ky është një komb i madh i cili voton atë president tek i cili si më thonë delegon besimin e vet, dhe Trump në fakt ka ardhur me idenë që këto konflikte, siç është Ukraina, e cila ishte në rend të ditës kur ai erdhi në pushtet, ai do të ishte njeriu që do të negocionte ndërprerjen e luftës edhe marrëveshjen midis Putinit dhe Zelenskit ose rusëve dhe ukrainasve. Prandaj dhe amerikanët, me sa ndjejun nga ato që ju përmendët, më shumë se nga çdo gjë tjetër nga media, nuk janë të prirur për të përfshirë në një luftë jashtë territorit vet, e cila këtyre ju kushton shpenzimet jashtëzakonshme ushtarake, ju kushton rritje taksash, ju kushton militarizim të shoqërisë, ndoshta edhe nevojën për dërguar trupa, janë djemë të Amerikanëve ata që do shkojnë luftojnë atë siç kanë luftuar edhe në Irak edhe në vende tjera. Pra, perceptimi i përgjithshëm është që ne duam që presidenti jonë i dashur që i kemi votuar, natyrisht shumica, të mbaj premtimin dhe të largohet konfliktit dhe të largohet luftës, ashtu siç premtoi. Por a do të ketë Donald Trumpi një Henry Kissinger që të bëjë një shuttle diplomaci amerikane të tillë, e cila të mund të ulë në tavolinë dy shtete të cilat janë krejt të ndryshme në perceptimin e amerikanëve. Njëri shteti më i dashur i Amerikës është Izraeli, dhe kjo dihet pasi ata kanë një lobë që arrin diku deri ke 40 anëtar të Senatit dhe të Kongresit brenda organit legjislativ të vendi, pa përmendur që janë edhe njerëzit me bizneset më të pasura në botë, dhe një shteti tjetër që është një shtet krejt armik, i vendosur në dorë të një diktature të ashpër, e cila ushtron një trysni të jashtëzakonshme diktatoriale, agresive ndaj vetë popullsisë së vet. Pra, të negociosh me dy shtete të tilla, njëri shumë armik i Shteteve të Bashkuara dhe tjetri shumë mik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të jetë një nga sipërmarrjet më të vështira. Por, edhe një herë thash, a do ketë një Kissinger të ri në administratën amerikane, i cili do të jetë i besueshëm për të dy palët që ata të ndërpresin bombardimet kundër njëri tjetrit, civilëve në Tel Aviv dhe në Teheran. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Megjithatë, unë besoj tek dy gjëra, Dori. Besoj tek përgjegjësia e njerëzimit, në këtë rast po flasim për gjëra jashtëzakonisht të mëdha me konsekuenca nga më tragjiket, por nuk besoj as pak edhe tek prirjet e diktatorëve për të shfrytzuar kokën e vet, nuk pyesin fare se çfarë mund të ndodhë popullit tyre. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë me një Iran i cili ka kaq vite që e shtyp popullin e vet, dhe me një shtet tjetër izraelit i cili për interesat e vet edhe ai nuk ndalet kërkund.